Mirdita të gjithëve, mirdita. A e dini se Brad Pitt e la e dashura kur ishte ende i ri? Atëre kur nuk ishte i famshëm. Pse? Sepse nuk ishte ende i famshëm. E keni vënë re që kur nuk je i famshëm, nuk e para, askush nuk të do. Ose më mirë, ata që të duan janë vetëm pak, por të duan me të vërtetë. Ndërsa kur je i famshëm dhe ke para, shtiren që të gjithë. Sot do t'i tregoj një histori të çuditshme të Brad Pitt që ka treguar vetë dhe është një histori që të bën të reflektosh shumë. Ndaj dëgjojeni me kujdes, se është vërtet e bukur. Brad Pitt në karrierën e tij kur ishte fillimi i karrierës së tij, në vitet pas viteve 80, ai dëshironte që të bëhej aktor. Në fakt kishte bërë disa prova, disa audience që quhen ato, dhe merreni me mend atë shfaqjen e tij të parë e bëri tek Hank, që quhet është një film Hank, ku ai nuk bëri asgjë, nuk fliste. Ishte vetëm një figurant. Dhe siç unë fillimisht për shkakun që bëra një pjesë të vogël të një filmi, ai nuk foli fare. Tani pse po e them këtë, jo sepse kush e di se çfarë jam, por të paktën unë bëra një pjesë të vogël sepse isha fillimisht bëja spektakle, kisha qenë në Rai dhe kur morën si aktor, unë nuk më interesonte, me fjalë më interesonte kisha një rol, sepse vetëm si figurant nuk më interesonte fare. Dhe po thoshja që ai mori pjesë si figurant fillimisht në këtë Hank, por pastaj më vonë mori pjesë në filmin e parë që ishte No Way Out me Kevin Costner në vitin 1987, mos gaboj. Mirë po, ky ishte le të themi filmi i parë që mori pjesë dhe ju e dini që derisa ti nuk je i famshëm, nuk të pagojnë aq sa duhet, pra ti nuk të intereson që të marrësh pjesë nëpër filma, por Brad Pitt ishte i fiksuar që donte të ishte aktor, kaq. Dhe vazhdonte që të bënte audience. Duhet të dini edhe diçka tjetër. Deri kur nuk je askushi, të japin vetëm disa role, edhe sikur të marrësh role që nuk paguhen shumë dhe parat nuk të dalin. Në fakt Brad Pitt ishte në hapat e para të tij kishte probleme në fjalë sepse për qiran e shtëpisë, për të jetuar, merreni me mend që në atë kohë nuk pagonin kush e di se çfarë, edhe si figurant. Mund të jepnin $100, $200, $300. Është e vërtet kjo, edhe sot e kësaj dite kjo. Dhe po thoshja që ai në filmin e parë që më mori pjesë, më duket se i dhan rreth $1,000, $1,200, $300. Filmin e parë, No Way Out, me Kevin Costner. Dhe nuk kishte një rol kush e di se sa i gjatë, ndaj i dhan kaq. Por megjithatë, ai pikërisht në ato vite njihte një vajzë që ishte kjo Jill Schoelen. Jill Schoelen ishte një vajzë e bukur dhe kishte bërë disa filma. Ishte vetëm fillimi i karrierës së saj dhe e pëlqenin shumë këtë vajzë. Mirë po, ajo nuk është se i pëlqente shumë Brad Pitti, ishin parë në një cast të dy bashkë këta, në atë Cutting Glass, mos gaboj, të vitit 89. Dhe aty Brad Pitt u dashura. Themi të vërtetën, ai ishte më shumë i tërhequr me këto aktoret që të bënte emër, sepse e dinte shumë mirë që nëse si Austin, si quhet ajo aktoria që ishte para Angelina Jolies që u njoh Brad Pitt. Dhe në atë kohë ai kërkonte që të bëhej i famshëm dhe kjo ishte e vetmja mënyrë që ai të njihej me një vajzë që flitej shumë nëpër rrjetet sociale, nëpër gazeta dhe të mund të bëhej i famshëm ky. Mirë po, kaloi kohë, me fjalë kaluan 2 vjet, 3 vjet mos gaboj, 2 vjet. Dhe ai i rinte pas kësaj, saqë kjo e shikonte një çik si një që ishte ngjitur se donte që të bëhej i famshëm, me pak fjalë, me aq sa u kuptua. Dhe kjo Jill në 90-ën, në 89-ën, në 90-ën shkoi bëri një film bëni xhirimet e filmit në Budapest. Dhe kishin shkuar gjithë kasti dhe duhet të rinin aty, më duket një muaj e ca. Dhe Brad Pitt nuk rrinte dot pa të.
Kështu që donte t'i bënte një surprizë. Iku nga Amerika, me një fjalë mori një avion, kishte vetëm $800. Në atë kohë merreni me mend, Brad Pitt $800 kishte në xhep. $600 i shpenzoi vetëm për të bler biletën e avionit dhe fluturoi që nga Amerika në Hungari. Dhe pasi u takua, vajti direkt në kast, aty ku po bënin xhirimet. Kur shkoi aty ku po bënin xhirimet, kjo ishte pak e ftohtë, ai nuk e kuptoi që pse. Ndoshta ai tha, unë doja të të bëja një surprizë që të rinim pak bashkë, meqense ti këtu je një muaj. Meqense ajo kishte një dhomë, ai pretendonte që mund të flinte me të në këtë dhomë. Mirë po, ishin të fejuar, kishin një vit bashkë, dhe një vit e ca. Dhe gjatë kur dolën me fjalë nga kasti që bën mbas xhirimeve, shkuan në tani një panino më duket, një tani diçka. Ajo gjatë rrugës i tha, unë jam dashuar me regjizorin. Dhe ai mbeti, unë tha mbeta pa fjalë. Dhe i thash, nuk të bezdis, i thash, dhe mora tha dhe ika. I thash vetëm po iki. Në momenti që ai iku, ajo as nuk e mori në telefon ku do flinte, çfarë do bënte, ku do shkonte, as gjë për gjë. Dhe si përfundim, unë tha e kalova se s'kisha para, tha. Unë si do jetoja, tha, ato me 200, nuk e thot publikisht, por kjo ishte e vërteta. Ai nuk merte do të një hotel, sepse hoteli e problemet tjera që mund të kishte gjatë rrugës, ai s'kishte më para pastaj. Dhe çfarë bëri, ndeti në një park, në një stol të një parku, dhe aty gjeti një të pastre. Foli tër natën me këtë të pastre, por kishte një problem, që i pastreu nuk dinte vetëm një 2-3 fjalë të vogla anglisht, nuk e di, thot Brad Pitt, nëse ai më kuptonte apo jo. Por unë fola me të gjithë natën. Në mëngjes isha i raskapitur, mora avionin dhe u ktheva sërish. Dhe doja t'ju thosha me këtë që, sepse pas 3 viteve, në vitin 94, më duket, në vitin 94, ai u filloi që të bëhet i famshëm, sepse bëri intervista me vampirin, bëri disa filma të famshëm, pra Brad Pitt, dhe il profumo, profumi nuk e mbaj mend në anglisht tani, por bëri disa filma fantastik. Dhe u kuptua që aty ishte një aktor i mirë, dhe filloi që të merrte para, në fakt nga me protagonista ai që filmin e parë që bëri si protagonist, filmin e parë jo, por filmin e dytë që bëri si protagonist, ka marrë $2 milion, një diçka e tillë. Nuk zgjati shumë, dhe në vitin 1995 ai u njoh me këtë Aniston, me atë aktoren, dhe nga momenti që u njoh me Aniston, filloi që të bëhesh i famshëm, filluan të flisin gazetat gjithandej. Pikërisht atë vit, në vitin 1995, ajo aktoria, kjo Jill Shoulder, ajo ishte në Francë, po xhironte një film tjetër. E merr në telefon duke qarë dhe i tha, dua vetëm të flasim pak, sepse ndihem vetëm. Dhe mjafta që të flasim pak bashkë. Merreni me mend, merrte Brad Pittin në 95-ën. Dhe ai tha, unë fola me të, tha, çdo gjë në mënyrë normale, tha, por nuk është se e ofendova ose sepse gjithsekush ka jetën e tij. Me fjalë, në atë moment ashtu e pa dhe ashtu, me fjalë, më la për regjizorin. Ai ç'është e vërtetë, regjizori e la pas, me fjalë, nuk ndajti fare me të regjizori, sepse më vonë ajo u martua me një këngëtar. Megjithatë, Brad Pitt pas kësaj Aniston u njoh me Angelina Jolie dhe pastaj u bë një legjend. Sot Brad Pitt është një legjend, por pse po ja u tregoj këtë? Sepse që të gjithë janë pak Brad Pitt dhe që të gjithë kanë pothuajse të njëjtat histori. Çfarë historie në këtë rast, për shembull, kjo Jill që ha duar tani nga inati, sepse e thon të gjithë këtë, që pse nuk ndejti me Brad Pittin, por tha që ishte dashura me regjisorin, pikërisht pra sepse ajo donte që të bënte karrierë dhe ajo. Ajo jo se ishte dashura me regjisorin, po ishte regjisori që talte pyetën me të. Kështu që si përfundim regjisori ndejti sa i desh qefi dhe e la. Por në këtë rast duhet të them që
është fama ajo që vjen pra për të kuptuar se sa i rëndësishëm është një njeri. Në këtë rast Brad Pitt, sepse me kalimin e kohës u vure se sa i mirë ishte si aktor dhe sa king është, që është e vërteta. Në fakt sot që të gjitha femrat në botë, sepse u bë një sex symbol, do të dëshironin që të jetonin me të, ose të rinin, të bënin dhe një foto me të, me Brad Pittin. Kurse me këtë Jill Sholden, do t'ja di askush, sepse nuk është askush. Në fakt ajo ka bërë disa film televiziv deri para pak vitesh dhe pastaj nuk ka bërë më, nuk e di është më aktore apo jo. Por kjo për të treguar me fjalë që ndoshta jeta e Brad Pittit, nëse do qëndronte me atë, nëse do jetonte me këtë vajzë, me Jilin, nuk do të ishte ashtu siç ai u transformua. Sepse jetës nuk i dihet. Megjithatë, që të gjithë jemi pak Brad Pitt. Ndaj doja t'ja u tregoja sepse është një histori vërtet e bukur. Merreni me mend, kur ju nuk keni qenë askush, qoftë mashkull apo femër, kur nuk keni qenë askush, sa veta ju kanë dashur vërtet? Janë shumë pak, vireni re. Kurse kur keni filluar që të bëheni dikush ose të sistemoni jetën tuaj, nga një moment fillojnë secili të afrohet. Pse? Sepse qoftë në shoqëri kjo, por qoftë edhe për dashuri. Sepse secili kërkon që të ketë një mbështetje. Një mbështetje nga ai që ka përballë. Jeta është bërë e tillë, është trysni nga të gjithë anët. Kështu që secili kërkon të mbijetojë dhe të marr pak nga tjetri. Pres komentet tuaja për këto, nëse keni një histori të ngjashme, jo si Brad Pitti, por histori të ngjashme të disave, për shembull mashkull apo femër që keni dashur vërtet dhe nuk ju kanë dashur në momente të vështira. Ditë të mbarë.